mbështetën dhe mirë të ju gjeta. A na tregon pak a shumë profilin politik tuaj në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe pse keni vendosur të kandidoni për kryetar të partisë? Unë jam anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga themelimi, po ashtu në fillet e para të saj, kam qenë edhe pjesë e struktura drejtuese në forumin rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës Dega Ndjen, ku për një mandat kam qenë edhe në kryetar e forumit rinor. Për në atë kohë kemi pas një veprimtari vërtet të bujshme dhe mjaft produktive për të mirën e vendit. Dhe çfarë keni bërë viteve të fundit? Ku keni qenë angazhuar? Çfarë keni bërë? Viteve të fundit, ose praktikisht më thonë këtyre 30 viteve të fundit, unë gjendem në Itali, po edhe pse nga lartësia, në asnjëherë nuk i kam shkëputur lidhjet nga dhëll, dhe nga lartësia jo munduar që ta jap një kontribut timi modest për të mirën e vendit në përgjithësi, po në veçanti edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku i kam dhënë ato sugjerimet e mia, mendimet e mia, propozimet e mia në vijimësi. Ju kom drejtuar organet partisë saj që ka qenë nevoja saj që ka pos rënje, unë ju munduar që t'ju ndihmoj, po megjithatë zëri im, jo vetëm mi, por edhe shumë për më got ka as në vështirësi. A keni pasur pozit në ndonjërin prej organeve të partisë së fundmi dhe çfarë konkretisht keni bërë si kontribut? Jo, viteve të fundit jo, nuk kom pas pozit, edhe është interesant ta theksoj se këtu ne në Itali jemi mërgot të re dhe deri para 2 viteve nuk kemi pas organizim në partijake në Itali. Në këto 2 vite të fundit kanë filluar partitë politike t'i kthehen mërgatës, siç dihet përgjithësi jo vetëm në Itali, por në gjitha shtetet evropërëndimore, po edhe në Itali. Kështu ka ndodhur para 2 viteve kur erdhën disa eksponentë të partisë në këtë Lidhje Demokratike të Kosovës erdhën për themelimin e nëndegme, ku kam qenë prezent dhe për asistuar për nën kontributin tim, prapë po e thuj modest në themelimin e 3 prej 4 nëndegme në Itali, dhe nga me aq ka përfunduar aktiviteti dhe angazhimi i zyrtarëve të lartë të LDK-s në Itali. Asnjë vizitë, asnjë interesim për mërgotin tonë këtu në Itali. Dhe nga ajo kohë përveç 4 nëndegme të themeluara, ende ka mbret e pa themeluar dega e LDK-s në Itali. Pra nuk ka degë të LDK-s në Itali, thoni? Jo, nuk ka degë të themeluar të LDK-s në Itali. Çka ju shtyu që të riktheheni politikës aktive dhe të kërkoni madje edhe pozitën e kryetarit partisë tash? Po shqyqat, janë shumë shkollë që shumë arsye janë, po e para mbi gjitha është se leadershipi aktual, dhe ai paraprak, edhe përkundër humbjeve vazhdueshme dhe serike të LDK-s në nivelin qendror, e sfundmi edhe në nivelin lokal, mungesa e reflektimit të tyre më ka shtyr që ta marrë një hap të tillë, por jo vetëm kjo. Është edhe një kërkesë e madhe e elektoratit, edhe në Mërgat, po edhe në Kosovë, që me kanë kërkuar që ta marrë një hap të tillë dhe bashkarisht do të mundohemi që ta bëjmë një kthesë të madhe, një kthesë që e meriton Lidhja Demokratike, një kthesë që e meriton populli i Kosovës të kthehet në rrugë të mbar, ashtu siç ishte në fillim vitet e 90-ta. Në çfarë elektorati keni fjalën? Prej kujt e keni marrë këtë kërkesë? Me çfarë matjesh po e kërkoni këtë pozitë? Po ta ilustroj me pak fjalë. Gjatë pushimeve rrugore kam qëndur 3 muaj në Kosovë dhe kam pas kontakte vazhdueshme posuajse në baza ditore, jo vetëm në komunën e Klinës nga e kam origjinën time, por posuajse në të gjitha komunat e Kosovës dhe kam trajtuar çështjen e riorganizimit të LDK-s dhe kam marrë një mbështetje jashtëzakonisht e madhe. Po ashtu kam kontaktuar edhe veprimtar e aktivist të Lidhjes Demokratike kudo në shtetet evropërëndimore dhe e kam mbështet një iniciativë të tillë, edhe pse unë jam kon i fokusuar që dikush tjetër ta merr iniciativën, por nuk ndodhi ajo, me që nuk ndodhi ajo, atëherë dukurova që ta marrë një hap të tillë dhe tashme ky hapimi është një hap fillestar, por shumë i rëndësishëm, cilën e kam kthyer në mision dhe ju kam zbatuar dhe ju kam të gjithë mbështetëve që nuk do të
heqë dorë deri në realizimin e plot të qëllimit tim. Ky është një qëllim fisnik për rimekendimin e LDK-s dhe për vendosjen e mirëqeverisjes në shtetin e Kosovës. A keni një prej antarësisë dhe figurave më rëndësi që kanë peshë politike brenda LDK-s aktualisht? Me kë keni komunikimin kryesor? Më të thënë vërtetën, tash nuk du flas me emra, dua t'i kursej disa prej kryetërisë LDK-s qendrore në Prishtinë kanë komunikim të rregull dhe fol tyne edhe e përmorë këtë iniciativë me shpresën dhe besimin që do të më përkrahin në Këshillin e Përgjithshëm. A ka antar kryesisë apo deputet të zgjedhur që përkrahajnë të kryetar? Antar kryesisë ish deputet edhe deputet aktual të legjislaturës së dhejtë. Dhe a besoni që do të merret seriozisht në organet e partisë kandidatura juaj? Unë shpresoj që do të merret seriozisht. Në të kundërtën, kjo do të ishte vërtet fatale për LDK, nga se elektorati do t'i ndeshkoj pa msheshëm në zgjedhjet e ardhshme. Që më shumë se jeni personi i duhur, politikani i duhur për LDK-n në këtë fazë. Po këtë mbetet ta vlerësoj elektorati, unë kam shpreh gatishmërinë time që të kontribuoj në këtë drejtim, ta jap kontributin tim në ndryshimin pozitiv në LDK. Çka mund të jap një çka mund të ndryshoni? Çfarë platforme keni në këtë rast? Ju padyshim do të duhet ta keni një program para se platforma ime është kjo. Fillimisht, nëse vjen shprehje edhe mbështetet kandidatura ime, fillimisht do t'i organizoj zgjedhjet e lira dhe demokratike brenda partisë nga niveli lokal deri tek qendror. Zgjedhjet këto të mungura tani 20 vite më parë. Ka zgjedhje demokratike të brendshme në LDK? Jo, nuk ka zgjedhje demokratike fatkeqësisht leadershipi i mëparshëm, po edhe ky i tanishmi e kanë instaluar aklamacionin në vend të votës së lirë. Vota e lirë është vota e fshehtë, është votë demokratike e cila aplikohet në të gjitha shtetet e lira dhe demokratike. Gjë e cila është privuar në ligjin demokratik të Kosovës. Dhe është vërtet është paradoksale që në LDK e bën një lojë jo të ndershme me kriteret të dyshishta. Për dike që s'ka qenë fora antore LDK asnjëherë, jepet mundësia dhe bëhet krytar, lider i partisë, apo që vjen dikush dhe kontrabandohet nga jashtë dhe zgjedhet në organet e larta të partisë, kurse për një veprimtar, dhe një themeltar të orëve të para, siç jam unë e shumë të tjerë, nuk ju hipet mundësia, nuk ju hipet hapësirë e duhur për veprimtari dhe as që ju lejohet që të kandidojnë. Hapësirë keni kërkuar në këto vitet e fundit, i nderuar, dhe çfarë nuk është po ta dëshmoj në zgjedhjet parlamentare që i kishim, kam kërkuar që të jem listë për deputet, i kam shkruar Lidhës Degës, Lidhës Demokratike Mklin, edhe kryetarit Lumir Abdygjiku, kam pas premtime nga krerët e Degës së LDK-s në Klin që do të më kandidojnë. Lumiri nuk ma ka dhënë një përgjigje të saktë, se më shtu në kuptimin e fjalës, u mundu të ik përgjigjes, megjithatë ata që më përktu në Degën e Klinës që do të më propozojnë, ata e propozojnë veten dhe shkull edhe u kthin dorësot nga zgjedhjet parlamentare. Ato zgjedhje të fundit s'keni provuar të jeni kandidat? Jo, nuk kom provuar, kom prit reflektim, kom prit që ta të më bojnë ftesë, nga që nuk jam ai që i imponohet fort askujt, mirë po kjo kandidaturë ime tani ka ardhur si imperativ kohor, si ndoshta edhe është momenti i fundit që bëhet kthesa më në LDK. Në kundërtet, LDK rrezikon të kthudhet akoma më tepër dhe të ketë probleme me prognozëdor në zgjedhjet
që e rregullta që nëse nuk ndodhen, shpresoj që mos ndodhen zgjedhje shpejt, po nëse ndodhen pas 4 vite zgjedhje të rregullta, LDK-ja nëse mbetet me këtë garnitur qeverisë ose drejtuese të saj, rrezikon që e probleme zgjedhore. Çfarë profili edhe profesional keni zoti Zesha, me çfarë mirëni, çfarë punoni, çfarë nivelit shkollimit, nëse mund t'i prezantoni? Unë kam fakultetin zyrtar metalurgjik, i kam në Mitrovic, kam një përvoj punë në njërën e boksitit në Vodlok të Klinës, kam një përvoj 3 vjeçare në arsim fillor, kam qenë në Simans, deri në vitin 95, kur për shkak të dhunës së represionit serb jam detyruar që të emigroj në Itali, dhe këtu në Itali, me të ardhur në Itali, jam angazhuar në organizimet e këtushme të Margatës dhe kam qenë pjesë e shoqatës të atërshme Besa, në cilën kam dhënë një kontribut. Prapë unë e quaj modern, mirë po e kam bërë shoqatën që t'jenë ndër shoqatat më aktive në atë periudhë. Dhe tash, me çfarë mirëni aktualisht? Unë aktualisht i kodikun për mi 15 vite që merrem me gazetari, me publicistik, i kom deri më tani i kom për mi 3000 shkrimë autoriale, i kom 10 libra të botura, njërin për tyre në gjuhën italiane, dhe merrem kryesisht me analiza politike, pajlen onash as aktivitetet të Margatës, ku deri më tani i kom me qindra shkrime për aktivitetet të Margatës, jo vetëm në Itali, po në mbar diasporën shqiptare në vend. Dhe me këtë bagazh, prandaj ju pyeta, thoni që jeni personi i denjë për ta udhëhequr LDK-n dhe për t'i bërë ballë pastaj në garë politike Albin Kurtit, Bedri Hamzës, Ramush Haradinajt dhe pjesëtarëve tjerë që marrin pjesë në zgjedhje potenciale. E kom thënë në një shkrim para pak ditësh, që nëse unë vije në shprehje, brenda një periudhe të shkurt, nëse ndodh që bëhen zgjedhjet e jashtëzakonshme, shkaku i mos zgjedhjes së presidentit në maj, e garantoj elektoratin e LDK-s që LDK-n do ta kthejë në partinë e dytë. Ndërsa pas 4 viteve do ta kthejë në vendin e parë dhe do ta bëjë zonjë të skenës politike siç ka qenë me punën e presidentit Rugova. Për këtë jam i bindur dhe këtë mbështet në 57% e elektoratit pasiv në Kosovë, i cili që sa vite i bojkoton zgjedhjet, nuk den zgjedhje, dhe unë e konsideroj që ai elektorat është elektorat i LDK-s, i cili i pakënaqur me strukturat drejtuese të partisë nuk voton për asnjë subjekt politik, por i bojkoton këta liderët edhe këta drejtuesit aktual të LDK-s, të cilët më shumë janë të interesuar për xhepin e tyre se sa për shtyp. Nëse ka zgjedhje të reja, të cilat janë përmendur në pranverë, nëse nuk zgjedhet presidentja ose presidenti, ju po thoni që deni partia e dytë me juve në krye partisë. Pastaj ato do të jeni kryeministër i vendit. Ju garantoj që do ta kthej LDK në partinë e dytë në vend. Kush e bëni këtë në këtë formë kaq shpejt, në këtë periudhë kaq shpejt? Këto e bëni me punë edhe me bashkëpunim të sinqert edhe ta përafërt me secilin antar që unë do të kthejë në Kosovë, me secilin antar në Kosovë, me secilin deg dhe nëndeg në Margat, dhe jam i bindur që elektorati mezi spret, beso për këto pak ditë që e kom shpall kandidaturën, kom kërkesa të jashtëzakonshme, kom brenda ditës me qindra mesazhe, telefonata, mbështetje që mezi presin që t'ja fillojnë punës së ta kthejnë LDK-n ka mbora. Dhe a besoni që LDK-ja ka gabuar në hapat gjatë periudhës së ngërçit politika, do duhej të bashkëpunonte në qeverisje me lëvizjen vetëvendosje? Ka gabuar jashtëzakonisht shumë në hapa. LDK-ja dikur si parti shtet formuese dhe shtet ndërtuese u kthy fatkeqësisht në parti bllokuese. LDK-ja lidhte koalicion me lëvizjen vetëvendosje kur partia parë ofroi partneritet. Pa hundur ko LDK-ja do të lidhë koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe do të evitoshin këto zgjedhje pa nevojshme, tash po shihet që kanë qenë pa nevojshme, dhe LDK-ja pas këtyre zgjedhjeve ka dalë absolutisht nga loja,
që nuk vjen në shprehje për Për fund, Zeqa, çfarë procedurash do të duhet të ndeshni derisa të merrni zyrtarisht dritën e gjelbër si kandidat për kryetar të partisë? Unë do të VMC unë do të vazhdoj kontaktet me elektoratin, me tek dhe me ndek e LDK-s si në Kosovë ashtu dhe në Margot, dhe besoj dhe shpresoj që do të reflektoj Këshilli i Përgjithshëm pozitivisht dhe i shtoj edhe anëtarët e kryesisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sa prej të cilëve janë figura, vërtet figura, eminente figura që kanë bagazh politik edhe kanë edhe bagazh edhe veprimtari të postura dotore, i ftoj që të reflektojnë pozitivisht dhe të mbështesin kandidaturën time, e cila do të jetë kandidaturë serioze që nuk e ka për qëllim ambicën, themi kështu, egon personale për të bërë kryetore, për gjëra të tilla. Unë jam interesuar që njëtët hapësira e mjaftueshme për të punuar dhe për të kthyer në rrugën e morë dhe kemë. Për këtë e kam dijen, e kam guximin, e kam fushën e veprimit. Me do të qiet, faleminderit shumë për këtë bisedë, zotëri Zeqa. Nder dhe respekt, faleminderit për kohën dhe mundësinë. Ishte kënaqësi që isha pjesë të televizionit tuaj. Faleminderit shumë, do të vazhdojmë me